që nga fillimet e para nuk ishte ajo gatishmëria e përfilljes së të drejtave të një etniteti shumicë, siç përfaqësojnë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Përkatësia e emërtimit për Arber Xhaferit është e duhuna. Pikërisht nga këtu, nga kjo pjesë e aktit juridik, ne ose të drejtat tona shtrembrohen. Rolin kyç të përfaqësimit të denjë të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut gjithmonë e ka pasur një parti opozitare. Duhet të jetë një kupoll paternaliste për shqiptarët këtu. Mbajmentu në periudha shumë të errta, sidomos nga koha kur është hapur Universiteti i Tetovës. Por shpejt është po që këto pjesë tjera jashtë Shqipërisë duhet ta kenë një strumbullar. Admiroj figurat si figura e Rrugovës, që ka qenë një njeri jashtëzakonshëm për të kontribuar në drejtim të vlerave të mirëfillta të Kosovës. I kish pas thonë në një takim Miloševićit që takoje Ibrahim Rrugovën, sepse mundesh me mësu për i ti diçka. Është njeri i mençur. Dhe thot Gligorovi, 6 muaj nuk më ka folë fare heq për këtë fjalë. Ale Ahmeti nuk e ka pas let, një njeri me një biografi çfarë ka pas, ku është dash njëkohësisht t'i knaqi edhe ambicjet, kauzat e dala, edhe le të themi pak revolucionare e militare, në një trojez diplomatike në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili është mendimi juaj? Mbajeni në mend, ju gjeneratat të reja këtë emën, profesor doktor Besa Kadriu. Zë Besa, falenderit shumë për këtë bashkëbisedim, falenderit shumë. Sukses! Falenderit. Për këto dhe shumë të tjera, në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, këtë dështun në ora 21.